Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga pagjumësia, merrni këta dy përbërës para se të flini dhe shikoni rezultatin në mëngjes. Gjumi i keq është i lidhur me probleme të shumta serioze shëndetësore siç janë sëmundjet e zemrës dhe njëkohësisht diabeti. Sipas ekspertëve, trupi tuaj i është e nevojshme sasia e mjaftueshme e gjumit më së paku 8 orë në mënyrë që ju të pushoni plotësisht. Edhe pse ndoshta dëshironi të lexoni ndonjë lajm në internet apo të shikoni disa episode të emisionit tuaj të preferuar drejt për drejt para se të flini gjumë, fuqia e dritës mund t'ju mbajë zgjuar dhe kjo shprehi do t'ju vështirësoj që ju të bëni një gjumë të shëndetshëm gjatë natës. Prandaj, shkyqja e televizorit dhe njëkohësisht largimi nga kompjuteri një orë para se ju të shkoni në shtrat mund të jetë një ndihmë e madhe. Pyesni se si ta bëni gjumin e qetë gjatë natës. Fatmirësisht ekziston një ilaç për gjumë të cilin shumica e njerëzve tashmë e kanë në kuzhinë. Ai ilaç është kripa e Himalajeve. Kripa e Himalajeve ka benefite të shumta shëndetësore. Përmirëson funksionin e gjendrave mbiveshkore dhe ndihmon në humbjen e kilogramëve të tepërt. Kjo kripë në ngjyrë të trëndafilt madje mund të ndihmojë edhe në rastet e depresionit sepse rregullon nivelin e serotoninës në tru. Gjithashtu është treguar që kripa e Himalajeve ndikon në rregullimin e melatoninës, e cila është e domosdoshme për gjumë. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që në një kavanoz ju të përzini 5 lugë mjalti organik dhe një lugë kafeje me kripë Himalaje. Para se të shkoni në shtrat, vendosni një sasi të vogël të kësaj tretjeje në gjuhë. Herën tjetër kur të keni probleme me gjumin, provoni këtë recetë fantastike dhe të thjeshtë. Duhet të na falenderoni kur të zgjoheni të nesërmen të pushuar. Stresi i përditshëm ka ndikim në orët e gjumit si edhe në cilësinë e tij. Nga ana tjetër, pagjumësia mund të shkaktojë probleme serioze në shëndet, ndaj orët e pushimit të natës duhet të kthehen në prioritet për çdo i cili ka orë të lodhshme të punës. Ata të cilët kanë probleme me pagjumësinë mund të provojnë çajin me banane të ziera. Bananet së bashku me lëkurat e tyre janë të larta në magnez dhe në kalium. Magnezi është jashtëzakonisht i dobishëm, sidomos në rastin e çrregullimeve të gjumit dhe njëkohësisht siguron energji. Siguroni të përdorni të paktën 100% banane organike, të cilat duhet të jenë të pastra nga kimikatët dhe pesticidet. Gjithashtu, përbërësit që juve do t'ju duhen janë një banane organike, një tenxhere të vogël me ujë, një shkop kanellë. Përgatitja: pritini skajet e bananes, zhvisheni atë dhe vendoseni në një tenxhere me ujë të vluar së bashku me lëvozhgën. Lëreni që të vlojë për 10 minuta dhe pastaj kalojeni në kulles. Shtoni aty pak mjalt dhe pijeni para se të shkoni për të fjetur. Frutin e mbetur ju mund ta përdorni për të përgatitur njëkohësisht një ëmbëlsirë të shijshme. Çaji me banane është një mënyrë shumë e mirë edhe për të trajtuar problemet me gjumin. Ajo është plotësisht e natyrshme, e sigurt dhe e dobishme. Problemet me gjumin janë shumë të bezdishme. Akoma më e bezdishme është kur juve ju del gjumi në mes të natës dhe nuk ju zë deri në mëngjes. Rreth 42% e njerëzve vuajnë nga pagjumësia her pas here ose rregullisht. Një nga shkaqet më kryesore është stresi. Hormonet e stresit janë një pengesë e madhe për gjumin e një nate të mirë. Pagjumësia mund të ketë pasoja të rënda për trupin dhe mendjen. Ajo prish ritmin natyror të gjumit, i cili është i vështirë për t'u rikthyer. Disa njerëz të cilët vuajnë nga pagjumësia flen gjatë gjithë ditës
duke e keqësuar akoma dhe më shumë situatën e tyre. Të tjerët ndërkohë përpiqen të qëndrojnë zgjuar me shpresën se do t'i zërë gjumi në darkë, por sërish e kanë të pamundur se nuk flen gjumë. Kjo gjë mundet që të shkaktoj probleme serioze fizike dhe njëkohësisht mendore. Për fat të mirë, ekziston gjithashtu një ilaç i thjeshtë dhe efektiv, i cili do ju ndihmojë ju të fitoni të gjithë betejën kundër pagjumësisë. Me këto përbërës ju mund të krijoni një pilulë e cila do ju ndihmojë që të bëni një gjumë sa më të rehatshëm. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë çaj me krip deti të pastër, 2 lugë çaj me sheqer organik dhe 5 lugë mjaltë. Përzieni të gjithë përbërësit në një enë plastike dhe tundeni mirë për të krijuar një masë homogjene. Vendosni një lugë me këtë përbërës në gjuhën tuaj para se të shkoni në shtrat ose kur zgjoheni natën. Lëreni të shkrihet të gjitha në gojë dhe kështu ju do të mahniteni nga rezultatet që do të keni. Ka raste që për shkak të stresit dhe lodhjes së ditës kur bijem të flem, gjumi nuk na zë. Në rastin e të rriturve rekomandohet që ata të cilët flen 7 deri në 9 orë rresht, që trupi dhe mendja të jenë gati për ditën pas ardhëse. Sidoqoftë, nëse problemi është që të bini në gjumë, duhet të dini që për fat të mirë ekzistojnë disa ilaçe natyrale të cilat mund t'ju ndihmojnë ju që t'ju zërë gjumi akoma edhe më shpejt. Këtu ne do t'ju tregojmë disa nga pijet fantastike të cilat do ju ndihmojnë të bëni një gjumë më të lehtë. Qumështi i ngrohtë. Qumështi i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai njëkohësisht përmban triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë e cila ne na jep ndjenja lumturie dhe mirëqenieje. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore, pasi është e aftë të zgjojë gjumë edhe për ata të cilët vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji i mentes. Çaji i mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vlerave të tij antiinflamatore. Duke çliruar muskujt, mentja gjithashtu zvogëlon intensitetin e tyre duke i lejuar trupit që të pushojë siç duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim të rëndësishëm i cili ju mban nën stres, ky çaj është një opsion i shkëlqyer për t'u marrë parasysh. Lëngu i qershisë. Lëngu i qershisë, si qumshti, përmban triptofan, prandaj ai mundet të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar që të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë, duke siguruar më shumë orë pushim, sidomos gjatë natës. Qumësht kokosi. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe njëkohësisht kalium, 2 minerale të cilat janë të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë një gjumë sa më të mirë. Përveç kësaj, zvogëlon presionin e gjakut dhe ëndjen në veshka. Falë sasisë së madhe të elektroliteve natyrore, kjo pije e ndihmon trupin tuaj që të ekuilibrohet dhe të relaksohet. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!